Welcome back, everyone. This is Dea and Rock, another episode of DGXM podcast. Thank you for tuning in. Today, we are so excited to bring a special guest straight out of Albania, straight from the field, Mr. Adriatik Lapai. Mr. Adriatik Lapai is the first organizer and activist that we have from Albania on our platform, and we're so excited to narrate and share with you his mission and vision for the future of Albanians in Albania and abroad. Without further ado, I'll hand it over to Mr. Adriatik. Mr. Adriatik, who are you? Tell us who you are. Përshëndetje të dyve, e përshëndes dhe gjithë komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara që po na ndjek. Unë jam Adriatik Lapaj, jam lindur në qytetin e Sarandës, jam diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës, kam një master tjetër në Qeverisje dhe Politika Publike, kam master shkencor në çështje penale, jam avokat prej vitit 2014, pedagog prej vitit 2017, aktivist i shoqërisë civile prej vitit 2013, i angazhuar në betejat kryesore të jetës publike në vend, dhe prej vitit 2023, shtatorit vitit 2023, dhe bashkëthemelues i lëvizjes Shqipëria bëhet si një lëvizje dhe organizatë politike, e cila synon të implementojë dhe të shtyjë proceset demokratizuese të Shqipërisë përpara. Pak a shumë kjo është në terma të përgjithshme. So that's a very long resume and a great CV for democratization of Albania, a post-communist country which is still going through the trenches of becoming fully immersed in the international economy to its own political processes and its engagement with the international community. That's amazing, Adriatik. Before we go into that, do e kthejmë pas kohën, pak më mbrapa dhe do të pyesim, na trego pak kush ishte Adriatiku kur ishte 6 vjeç, ku është rritur, na trego pak për familjen dhe your background as well. Siç e thash, unë kam lindur në jug të Shqipërisë, është një për ata që nuk kanë qenë ndonjëherë se ka shqiptarë që se kanë pas mundësinë, është një qytet në bregdetin e jugut të Shqipërisë, ka qenë shumë i bukur në vitet kur unë kam lindur dhe kam qenë fëmijë, se sa tani. Tani është dëmtuar për shkak të babëzisë së madhe për ndërtimet dhe betonin, por ka qenë një qytet që i përngjan pak a shumë aventurave të Jules Vernit nëse i referohen një fëmijë të vogël. Pra ka qenë një qytet shumë i bukur nga natyra, me zona shumë interesante për aventura, për një tri, për një fëmijë, me fruta, me bimë mesdhetare, me një det të mrekullueshëm dhe blu. Së ndryshe, familja ime ka qenë shumë e bukur, ka qenë pa trauma dhe ka qenë një familje që më ka bërë në brigjet e jonit të aspiroj dhe të ndroj për një Shqipëri të bukur si deti jon. Kështu që kjo është, në moshën 6 vjeçare kam qenë një fëmijë në klasë të parë, pastaj ka rastis që në përfundim të klasës parë ndodhi viti mbrapsht 1997, që shumica e atyre që kanë lindur vonë nuk e kanë idenë çfarë ka qenë, ku Shqipëria shkoi përmes një konflikti të madh civil, e që fatmirësisht përfundoi edhe uroj që të mos ndodhë më kurrë. Mandej kam studiuar në shkollë fillore 8 vjeçare dhe në gjimnaz në qytetin e Sarandës, dhe mandej në Universitetin e Tiranës pasi fitova drejtën e studimit. Kjo është pak a shumë. Dhe në cilën pjesë të rrugëtimit tënd filloi kjo ideja apo pasioni për të qenë aktivist apo për të krijuar ndryshim në vendin ku jeton? Shiko, Fakulteti i Drejtësisë, jo vetëm në Shqipëri, po në çdo vend të botës, është kuzhina ku gatuen njerëzit e debatit publik, ku gatuen aktivistët, ku gatuen politikanët e së ardhmes. Jo gjithmonë, por një pjesë shumë të madhe, për shkak të profilit. Juristi është i prirur të jetë pjesë e debatit, të jetë pjesë e debateve për çështje të ndryshme, pasi çdo lloj fushe, qoftë në qeverisjen e vendit, mbulohet përmes ligjit dhe ligjet i shkruajnë juristët, ose të paktën kështu duhet të jetë. Në këtë kuptim, aty ka ndodhur në Fakultet të Drejtësisë, në debatet e përditshme në auditorët e universitetit, dhe kujtoj ngela rastësisht
në një aktivitet në shesh, u ndodha rastësisht dhe nga ajo ditë pastaj nuk e di, nuk u shkëputa më. Kam qenë prezenca ime ka qenë rastësore ditën e parë. Pastaj nga ai moment njerëzit që ishin aty rrotu e që ishin në atë kohë ndoshta mosha ime apo pak më të mëdhenj, pan diçka te unë edhe më tërhoqën, më thithën, si me thënë, më thirrën në aktivitete të tjera, më thirrën në protesta edhe pastaj fillon angazhohesh, gjën shoqëri, gjën vetveten. Kështu ka ndodhur. Domethënë ka qenë një dëshirë për ta parë vendin gjithmonë më mirë apo për të bërë diçka që të mos jemi thjesht në jetën tonë kalimtar, por dhe njerëz që të lënë atë gjurmën e vet. Para se të bëj shumë pyetje për këtë do e kthej tek Roku. Roku më duhet kishte ca pyetje, vazhdo. Më falë se kam e të pyta anglisht, but what makes you so proud to be an Albanian, and what makes you proud to do this work, that you do, because this is not easy type of work that you can do to, fight against other politicians and people that are against you, so what makes you so proud? I dashur Rok, ti parasysh që ne harrojmë se ata para nesh u desh të sakrifikoni shumë se kjo që unë apo kolegët mi po bëjmë tani. Le të kujtojmë pak baballarët e pavarësisë së Shqipërisë apo rilindasit tanë. Po t'i merrni me radhë kanë qenë djem apo vajza të familjeve shumë të njohura të kohës, deri diku dhe në gjendje të lartë ekonomike, të shkohuar në vendet e tjera të botës, përgjithsisht në Perëndim që në atë kohë, por ata nuk u mjaftuan me gjendjen e tyre të mirë, ekonomike, me statusin social, me radhë, por kërkuan që të ndërgjegjësonin dhe të avanconin popullin e tyre dhe për këtë gjë një pjesë e tyre shkrin pasurinë dhe nga të pasur pasi ja dolën që ndërtonin Shqipërinë, pra të jepnin pavarësinë Shqipërisë, përfunduan të varfër në ekonomi flas, dhe një pjesë e tyre përfunduan të vrarë, pra humbën jetën. Pra ata para nesh sakrifikuan shumë. Keni parasysh që babai i kombit ton, Ismail Qemali, kur erdhi për të shpallur pavarësinë, vinte me një background si deputet i parlamentit të Perandorisë Osmane dhe si ministër i arsimit. Pra ishte një njeri i cili i duhet të lindte diçka dhe la një karrierë të caktuar dhe një jetë të qetë për të gjetur një konflikt dhe një jetë të vështirë. Çfarë duhet të them? Siç thotë te meditimet i jashtëzakonshëm perandori filozof Marcus Aurelius, që unë kam si një ju polar që më udhëheq në rrugën time, ai bën pyetje vetes, thotë, po pse duhet bleta çohet në mëngjes? Pra, se njerëzit e pyesin, i thoshin ti perandori maf, pse duhet punosh? Ti mund t'i kesh të gjitha. Dhe ai thotë, unë pyes bletën, thotë, pse duhet bleta të çohet në mëngjes edhe të bëj kilometra të gjitha për të mbledhur nektar e për të prodhuar një produkt cilin në fund nuk e konsumon vetë, që është mjalti që ham ne. Praktikisht thotë, bleta bën destinin e saj, pra ndjek destinin e vet. Edhe puna ime edhe të gjithë neve, ne në jetë ndjekim destinin ton, ndjekim atë quimin për cilin kemi ardhur. Quimi i jetës nuk është thjesht të ham edhe të shkojmë në tualet apo të vegjetojmë. Quimi i jetës është që të lëmë gjurmë, është të ndryshojmë aq sa mundemi modestisht një pjesë të shoqërisë ku jetojmë. Ndoshta ne nuk ja dalim dot ta ndryshojmë gjithë shoqërinë, sepse shoqëria është më e madhe se vullneti i një individi, po sigurisht që me angazhim të vazhdueshëm mund ta përmirësojmë, mund ta bëjmë më të drejtë, më të mirëqenur, e me radhë. Adriatik është një frymëzim shumë spiritual nga mënyra se si flet, edhe imi jonë shkon për teje, që nga me të vërtet madhështor dhe ke vite që e mendon, dhe që nga një zjarë i natyrshëm që vazhdon dhe zhvillohet, si do qoftë atmosfera që të rrethon. Këtë gjë kam vënë re. That's good imagery there with the with the bee and the honey. I like that. Exactly. Por doja të pyesja, shumë njerëz mund ta kenë këtë energji një ditë, 2 ditë, 3 ditë, një muaj, dhe një ambient që sfidohesh shpesh, si e mban këtë energji, edhe cilat kanë qenë sfidat e 5 viteve të shkuara tani që të kanë sfiduar më shumë në këtë motivimin që ke?
të anën spirituale për të arritur gjurmët e tua? Është thjesht çështje pasioni. Është ece thuaj atij që ngjitet në mal, edhe sakrifikon aq shumë për të shkuar alpinisti, pse ngjitesh në mal. Një mendje normale nuk e kupton dot pse ai shkon dhe ngjitet në kushte aq të vështira, por ai aty gjen vetveten. Është pasioni që nuk e ndal. Ece thoi një njeriu të kuptoi atë ciklistin që në pikë të vapës e shohën rrugëve të Shqipërisë nëpër maloret e Bregdetit, që i del shpirti duke ngarë atë biçikletën e vet, dhe shumica që e shohin thonë, po ky ç'kërkon këtu, domethënë që i bie rrugëve të botës me biçikletë, po ai është pasioni vet. Ece kupto njerëz cilët gjithë jetën ja kushtojnë në një kauzë të caktuar, dhe një njeri tjetër nuk i mirë kupton apo nuk i kupton dot në atë që bëjnë, por ata njerëz e gjejnë veten në atë gjë. Ajo që dua të them është, unë këtë nuk e bëj si dimension sforcimi. Pra, le të themi, nuk e kam me agjendë kohe, që do e bëj një javë, një muaj, po nuk funksionoj, nuk do ta bëj më. Kjo nuk është si një çështje biznesit, që ti hap një biznes dhe pret që nëse nuk ke rezultat për 6 muaj do ta mbyllësh. Kjo është ajo që unë jam, domethënë, unë nuk bëj ndonjë gjë të jashtëzakonshme. Unë jam kështu edhe jetoj. Për dikë tjetër kjo është sakrificë, për mua është thjesht të jetoj. Kështu Është jeta jote, është pasioni jot. Kuptoj. Doja të pyesja, në 5 vitet e fundit apo në kohën të hershme, cilat kanë qenë temat më të diskutuara, jo vetëm për ty, por dhe për publikun, që ndoshta të kanë sfiduar apo të kanë motivuar të punosh më shumë për këtë mision që ka? Demokratizimi i vendit, sepse atë dheu joni përbashkët Shqipëria, ju keni atë dhe Amerikën tashmë, sepse jeni shqiptaro-amerikan, po e kemi të dy, po. Gjithsesi, ky që kemi bashkë i përbashkët Shqipëria, është një vend i vogël, por është një vend njëkohësisht shumë i madh. Çfarë duhet të them? Është i vogël në dimensionet gjeografike, referuar sipërfaqes, por është shumë i madh referuar oportuniteteve dhe mundësive, sepse unë kam lëvizur shumë Amerikën, deri diku pretendoj që kam lëvizur mjaftueshëm në Amerikë për ta njohur deri diku, dhe kam kuptuar që Amerika aq e madhe, po aq shumë e madhe, ka dimensione të cilat Shqipëria e vogël gjithashtu i ka. Për shembull, këtu e gjen në një distancë më të vogël edhe malet e jashtëzakonshme të Colorados, po gjen në një distancë shumë më afër edhe ujërat e jashtëzakonshëm të Clearwater të Floridës, po gjen edhe pyjet e jashtëzakonshme të Washington State, po gjen edhe fushat e mëdha të Texasit. Çfarë dua të them? Shqipëria, një territor i vogël, po i ka të gjitha në atë të voglën e vet, si më thënë. Në këtë kuptim, është një vend që të thërret, është një vend që të frymëzon, sepse ke edhe detin, ke edhe malin, ke edhe fushën, ke të gjitha. Ajo që i mungon Shqipërisë është thjesht menaxhimi i dur i njerëzve. Pra, nëse i referohemi natyrës, ne nuk na mungon asnjë gjë, pra resurseve natyrore. Nëse i referohemi resurseve dhe burimeve njerëzore, ne kemi shumë për të bërë, dhe këtu çështja lidhet me formulën, me demokratizimin, dhe është e provuar tashmë në historinë botërore që e thot Charles Keglet te Politikat botërore, është një nga autorët më të mëdhenj amerikan, i cili ka bërë libra dhe bashkë me ish sekretarin e famshëm Kissinger. Ai te Politikat botërore thot nuk është e thënë që një shtet i cili ka resurse dhe burime të mëdha natyrore, të jetë një shtet që domosdoshmërisht në një shoqëri që domosdoshmërisht ka një jetesë cilësore dhe ka një zhvillim të madh. Dhe ai merr shembull pafund të jugut dhe veriut global, që do të thotë më shumë rëndësi kanë aftësitë e burimeve njerëzore dhe sistemi ku ti e ndërton shtetin tënd, se sa burimet. Ka shumë vende të pasura në botë nga natyra, por që janë shumë të varfra, dhe unë po të them, Republika Demokratike e Kongos, referuar resurseve natyrore, duhet ishte vendi më i pasur në botë. Referuar të dhënave ekonomike dhe cilësisë së jetës sot, është një nga 3 vendet më të varfra në botë. Pse? Menaxhimi i gabuar, menaxhimi i keq, mungesa e një sistemi demokratik. Çfarë ka bërë? Po t'jap një shembull të dytë. Marrim një shembull që është tipik botror, Korea e Jugut dhe Korea e Veriut. Është i njëjti komp, të njëjtit njerëz, i njëjti territor. Korea e Veriut ka më shumë burime natyrore se ka më shumë sipërfaqe, ndërkohë Korea e Jugut ka më shumë popull, po më pak sipërfaqe. Çfarë ka ndodhur?
sistemi monokratik i mbyur i Koresë së Veriut, ku partia shtet dhe lideri suprem janë qendra e jetës së atij populli, ka çuar në krimin e një prej shteteve më të mbyura dhe më të varfra të botës, ku nuk respektohen të drejtat e njeriut e me radhë. Ndërkohë, sistemi real i garës, demokracisë, meritokracisë, ekonomisë dhe lirisë së tregut, lëvizjes lirë të njerëzve, shkencës, startupeve të Koresë së Jugut, ka bërë që ekonomia e Koresë së Jugut të jetë një nga më të mëdhat e botës. Dhe krahasimi mes së njëjtit populli që jeton në veri dhe popullit që jeton në jug të njëjtit kom, tregon që diferenca mes tyre është të paktën me 40 herë. Pra një koreano-jugor ka 40 herë më shumë të ardhura dhe bën jetë shumë më shumë cilësore se një koreano-verior. Çfarë dua të them? Shumë shembull i saktë, shumë shembull i saktë. Për të marrë parasysh që kemi një kohë të limituar, doja të pyesja mbi këtë shembull, ti ke përmendur burimet njerëzore në Shqipëri, menaxhimin. Çfarë përpiqesh të ndryshosh në menaxhimin e njerëzve, e burimeve njerëzore edhe atë që ofron Shqipëria në politikë apo në parlament? Në mënyrë specifike dhe konkrete. Sistemi, ligji, çdo me thënë. Nëse ti njerëzit i vendos në një sistem gare meritokracie dhe i vendos në garë, të ecin përpara, më të mirë do dalin në krye. Nëse më të mirë dalin në krye në mjeksi, në gazetari, në jurisprudencë, në çdo fush, atëherë ai vend fillon të eci përpara se prodhon mirëqenie për të gjithë të tjerët. Nëse ti njerëzit nuk i vendos në sistem, atëherë ata mund të lodhen, mund të xhirojnë gjithë ditën, por nuk ja dalin dot. Domethënë unë që të vi në Amerikë duhet të aplikoj për vizë. Nuk mjafton vetëm dëshira. Që të aplikoj për vizë duhet të aplikoj në ambasadë sipas rregullave përkatëse. Ndërtimi i një sistemi të dur dhe futja e njerëzve në rrugën e dur në atë sistem prodhon mirëqenie, prodhon stabilitet, prodhon konkurrencë me radhë. Ajo që po luftojmë ne të bëjmë është krijimi i një sistemi që i mundson çdo njeriu të gjejë vetveten dhe më të mirë të na udhëheqë. Ka ndonjë emër ky program? Ka ndonjë ligj që përpiqeni të zhvilloni apo të ndryshoni? Në themelet e lëvizjes janë 4 shtyuat që ne i konsiderojmë shtyuat e demokratizimit real të Shqipërisë, të cilat do t'i japin mundësinë zhvillimit pastaj ekonomike me radhë. Së pari, një është mundësimi që të votojnë emigrantët, sepse kjo krijon mundësinë që mund të na vijë një votë e pandikuar, e pa blerë, e pa presionuar në kushtet që është Shqipëria, dhe këtë e realizuam në muajin korrik të këtij viti dhe në zgjedhjet e ardhshme shqiptarët në diasporë do të mund të votojnë dhe ky do jetë një shans shumë i madh për vendin të ndryshojë. E dyta, është ligji për referendumet. Ne, në një republikë si kjo jona e ndërtuar në një mënyrë të tillë, na duhet patjetër një ligj për referendumet, sepse na duhet të kontrollojmë vendimet e parlamentit, bashkive, kryeministrit e me radhë, që nëse janë haptazit pa drejta, përmes votës qytetarët t'i korrigjojnë. Së treti është hapja e sistemit zgjedhor. Aktualisht kemi një sistem zgjedhor ku kryetari i partisë është zoti praktikisht. Ai cakton listën e deputetëve dhe në raport me votat që merr ajo parti shkojnë ata në parlament. Pra i emëron kryetari. Ndërkohë ne kërkojmë që listat jenë të hapura, që do të thotë listat jetë e hapur, që çdo qytetar të mund votojë emrin dhe renditja në fund të bëhet sipas votave që merr secili. Kjo do të mundsojë demokratizimin e partive politike dhe hapjen e vendit ndaj vlerave. Dhe e fundit është depolitizimi i administratës zgjedhore, që do të thotë sot në Shqipëri zgjedhjet administrohen nga partitë politike. Pra, marrim një shembull të një ndeshje në NBA, 2 ekipe basketbolli, të cilat secila cakton arbitrin e vet. Mund të funksionojë? Jo. Arbitri caktohet një palë tretë e pavarur nga ekipet që janë në betejë. Dhe ajo që ne po kërkojmë është ta heqim administrimin e zgjedhjeve, pra arbitrin nga partitë politike dhe ta kalojmë në palë të treta të cilat janë të pakapura nga partitë politike. Faleminderit për shpjegimin, edhe jemi të lumtur që kemi mundësinë për të ndarë shumë perspektiva nga shumë njerëz në këtë platformë, si perspektivën tënde, dhe besoj që është diçka që do ndihmoj shumë njerëz të jenë më të informuar, edhe nëse nuk kanë të njëjtin opinion, por të paktën të fillojnë të bëjnë studimet e veta për të kuptuar se ç'po ndodh dhe ç'po kërkojnë njerëzit. Përpara se të hyjnë në disa pyetje të tjera, do të jap mundësinë Rokut për të bërë disa pyetje, se jam e sigurt që ka shumë pyetje. Dhe mbi ty. It's awesome for me as a Albanian that's lived in the United States for a long time to hear what the political world is like in Albania too, because here we don't get too much reference. You know, we don't see much reference in the world
for politics there, unless you see it on the news, unless you see on Instagram now. So it's very interesting world. But one question I had for you is, do you see a much better progression now in terms of politics and what's going on in the world there in Albania now compared to what it was maybe 5, 10 years ago, 20 years ago? Has there been any progression in that world for you, or no? Or do you think it's heading in a better route or in a better way? Sigurisht ka avancim. Unë nuk jam nihilist të mohoj gjithçka, ka avancim të madh madje, por ne duhet fitojmë kohën e humbur. Pra, unë dhe ne luftën nuk e bëjmë për të thënë që këtu çdo gjë është e zezë. Jo. Ne themi që mundësitë, oportunitetet që ka vendi jon janë ta tilla saqë ne mund të kapim ritmin e humbur të viteve të komunizmit, të viteve të tranzicionit që është zvarritur vendi dhe të rikuperojmë kohën e humbur që të mos qëndrojmë në të njëjtat situata dhe të avancojmë ngadalë. Ajo që ne kërkojmë është që ta pushim çështjen sa më tutje dhe sa më shpejt që progresi të jetë gjithmonë edhe më i madh. Sigurisht që Shqipëria e vitit 2024 në çdo dimension është ndryshe nga ajo e vitit 90, por nuk është aty ku mund të ishte nëse do të ishin shfrytzuar në mënyrën e duhur kapacitetet që ne kemi. Ne, individët tani, kemi të jashtëzakonshëm, kur ata dalin jashtë shkëlqejnë, kur vinë në Amerikë shkëlqejnë, dhe ju jeni dëshmimtar sa shumë shqiptarë kanë ecur në Amerikë në këto 30 viteve fundit, edhe më shpejt madje, por kur janë në Shqipëri, ndrydhen, pengohen për shkak të sistemit i cili kërkon mikun, shokun, paran, dhe kjo është ajo që duam të bëjmë. Duam që t'i heqim këto fenomene, që t'i krijojmë mundësinë shqiptarëve, që nëse duan të ikin në Amerikë, se duan të krijojnë një eksperiencë të re, se duan të shkojnë më mirë, se duan që të shohin një botë më të madhe, më të zhvilluar, por jo të ikin në Amerikë nga halli se nuk jetojnë dot në Shqipëri. Kjo është çështja. Dhe është një prezantim shumë bazik. Duan njerëzit mundësi dhe mundësi të lirë për të ekzistuar, për të kuptuar thelbin asaj sipas mënyrës që po e prezanton ti situatën. Por besoj që takohesh me shumë njerëz ndoshta që edhe mund të debatojnë, të thonë ndoshta ky pozicion mund të jetë i egzageruar, apo ndoshta shqiptarët mendojnë që nuk ka mundësi, por në të vërtetë ka mundësi, edhe futen një psikologji të turbull se çfarë është e mundur për vendin dhe çfarë nuk është e mundur për vendin. Çfarë do thoje ti për këtë aspekt ose këtë kategori të njerëzve që nuk mendojnë si ty? Njerëzit kanë jetuar edhe në diktatura që kanë vrarë 1 në 3 vetë. Pol Poti me Khmerët e Kuq vrau 1/3 e popullsisë në Kambodgja. Njerëzit ekzistuan, mbijetuan, po u vra 1/3 e popullsisë. Njerëzit kanë jetuar dhe në diktaturë në Shqipëri. Pra, nuk është njerëzit kanë jetuar dhe në apartheid në Afrikën e Jugut. Çështja është çfarë kërkojmë ne? Ne kërkojmë thjesht të mbijetojmë apo kërkojmë cilësi jete? Dhe në kohën kur po jetojmë, unë mendoj që kemi të gjitha mundësitë për të kërkuar cilësi jete. Pra nuk është puna thjesht të jetojmë apo të mbijetojmë, të marrim frymë, të hamë një copë bukë. Puna është të bëjmë një jetë cilësore, të ndihemi mirë shpirtërisht, të shohim fëmijët si shkollojnë, të shohim njerëzit si ja dalin në karrierë. Kur shkojmë në Olimpiadë, kemi një ekip që na bën krenar për shembull, se kënaqësitë jetës janë dhe ato. Edhe të gëzojmë dhe ne për ndonjë medalje ari, po e marr një shembull bazik, kur shkojmë në konferenca shkencore të matematikës, të kimisë, të fizikës, kthehemi me medalje. Pra le të themi, të fillojmë ta mbushim jetën e përditshme me pozitivitet dhe të mos e shohim vendin ton thjesht si një vend i cili është trashëgimi e të parëve, por nuk bëhet dhe ne mirëqenien dhe jetën e qetë e gjejmë vetëm duke ikur nga Shqipëria. Rock, do you want to jump in or do you want me to take that on? No, you can take it on. Sure. So, I like hearing you guys speak Albanian. It's very good. Yeah, no. Fakti që të tre jemi në këtë platformë edhe po diskutojmë, tregon fuqinë e bashkëpunimit që kanë shqiptarët. Jemi në kontinente të ndryshme, në shtete të ndryshme brenda Amerikës dhe ti në Shqipëri, dhe prap arrim të kemi një bisedë të respektueshme, diplomatike dhe kuptim plot për të arritur një vizion të përbashkët që kemi për Shqipërinë dhe që duam që Shqipëria të arrijë. Bashkëngjitem me mendimin tënd që shprehve në fillim të emisionit që
jemi këtu jo vetëm për të jetuar, por për të arritur diçka më të lartë, sa vetëm ekzistenca jonë materiale. Dhe në Shqipëri shpesh vinë mendime të rrymave të ndryshme dhe të huaja se si të zhvillohet Shqipëria. Shumë mendojnë mirë, mund të kemi një projekt zhvillimi si Amerika, apo si Kanadaja, apo si Anglia e tjera, apo marrim investim nga Azia. Po ku do të qëndroj Shqipëria midis këtyre ndikimeve? Një bisedë që ne kemi shpesh këtu në Amerikë është që e duam identitetin dhe kulturën tonë, është unike. Dhe deri në çfarë pike jemi të gatshëm ta sakrifikojmë për të qenë pjesë e një organizate të botës të lindjes për shembull, apo një organizate tjetër që ndoshta do na kërkoj të sakrifikoj identitetin tonë shqiptar që ti e përfaqëson në mënyrë shumë krenare. Shiko, Shqipëria është amaneti I të parëve tanë. Shqiptarët bëjnë pjesë në 3 diasporat më të veçanta të botës, për hir të së vërtetës. Diaspora armene 1, diaspora izraelite 2 dhe diaspora shqiptare 3 janë 3 diasporat të veçanta në nivel botror sa I takon lidhjeve që kanë me vendin e origjinës. Shqiptarët, unë isha në New York në muajin dhjetor, takova aty një nga zotrinj takova quhej Belul, ishte nga Dibra e Madhe. Takova shumë, po këtë po e përmend. Ishte biznesmen shumë I madh në New York dhe kishte 45 vite që kishte ikur nga Shqipëria, nga Dibra. Dhe qante për Shqipërinë si ditën e parë që kishte ikur dhe e fliste shqipen njësoj sikur kishte ikur. Takova dhe zotin Gjonaj që kishte lindur në Amerikë, takova shumë të tjerë që kishin lindur në Amerikë dhe e flistin shqipen në përditshmëri shtëpitë e tyre, vatrat e tyre. Kjo tregon një fuqi shumë të fortë karakteriale të kombit tonë dhe është domethënë se si ne ndërsheku ja kemi dalë ta ruajmë këtë vlerë. Ajo që mund të bëjmë ne është që gjithë këtë kapacitet që kemi dhe që e tregojmë kudo në botë, kudo. Unë në çdo cep të botës që shkoj gjë shqiptar që shkëlqejnë. Duhet tashmë ta kanalizojmë në një energji të madhe për të krijuar këtu në Shqipëri një model të madh suksesi dhe të krijojmë në Shqipëri Izraelin e Ballkanit, që do të thotë të krijojmë këtu një shtet të fuqishëm, të zhvilluar ekonomikisht, që çdo shqiptar në botë jetë krenar, por dhe pse jo, një pjesë e shqiptarëve në botë që mund të kenë shumë e shumë vite më parë, ta shohin si mundësi kthimi edhe zhvillimit të jetës mes Shqipërisë dhe Amerikës, pse jo, patjetër. Unë jam I bindur që nëse këtu ne ndërtojmë një shtet real demokratik, me mundësi të jashtëzakonshme ekonomike për qytetarët e vet, unë jam I bindur që një pjesë e shqiptarëve dhe shqiptaro-amerikanëve do ta shikonin dhe do ta ridimensiononin jetën mes të 2 vendeve, sepse distancat sot janë bërë të vogla në botë. Unë mund nisem tani dhe nesër ne mund të pim kafe në Washington bashkë, këtë nuk është ndonjë gjë e jashtëzakonshme. Kështu që mund të punojmë dhe mund t'ja dalim në këtë drejtim. Pëlqen mënyra se si mendon, vetëm një pjesë e asaj që the, ndoshta nuk I bashkëngjitem aq shumë, që ideja Shqipëria nuk ka nevojë të quhet as Zvicra, as Japonia e Ballkanit, është thjesht Shqipëria e Ballkanit, dhe do jetë Shqipëria, dhe Shqipëria do përdoret si shembull në të ardhmen për mendimin tim. Jam dakord, Por të kuptoj shumë mirë se çfarë do të thotë. Modelin e ndërtimit të një shteti funksional përtej ngarkesave që mund të ketë një shtet apo një tjetër, apo flas në kuptimin që ne të arrim të çojmë dhe ne të ardhurat $45.000 për frymë në vit për shkakun. Kjo është ide. Janë shumë pak njerëz në Shqipëri dhe me aq ambient që ekziston. Është pak e çuditshme ndonjëherë kur mendon si nuk ka mundësi që nuk ekziston ky lloj zhvillimi kur mund të bëhet në mënyrë më të shpejtë, nëse do ishte e mundur. Rock, I'm going to hand it over to you to kind of ask Adriatic some of our fundamental Albanian questions. So the audience can get to know him. I'll hand it over to you to do that section. So usually for all of our guests, we love to ask everybody, obviously you're Albanian, you love your Albanian culture. We like to get to know what about the Albanian culture you do love. For instance, we love to ask people what your favorite food is. So what is your favorite Albanian food, the traditional dish you love to eat? Ka shumë. Përgjithsisht mua më pëlqen shumë dhe kam bindjen që dhe ju e ndani me mua që një nga pikat e forta tona është dhe ushqimi. Domethënë ushqimi shqiptar dhe besoj ju e konsumoni në familjet tuaja është një diferencë shumë e madhe në raport me shumë kultura të tjera. Sigurisht çdo kulturë ka të vetat, por
ne kemi tonat. Unë pëlqej shumë byrekun e nënës time, si e bën ajo. Gjyshja ime bënte një pjatë që quhen rosnica, bëhet me mieo që verdhet dhe me pul fshati. Këto do i veçoja si dy ushqime shumë të dashura për mua. Atëherë përveç referendumit do bështe një libër gatimesh, besoj që mund ta publikojmë. Me dashuri nga jugu. From Saranda with love, from Adriatic Lapaj. Unë te pjesa e gatimit, gjyshja nga nëna ime është nga Përmeti dhe kam idenë ajo është një krahinë e jashtëzakonshme në gatim. Po ne kemi traditë shumë të mirë në gatim dhe këto janë vlera që ne duhet t'i shtojmë, t'i konservojmë dhe mund t'ja tregojmë botës, mund të bëjmë më shumë në këtë drejtim. Okay. Por është e ritheksoj. Shqipëria është një vend i vogël, por që mund të zinte dhe mund të zërë në nivel botror një vend shumë të rëndësishëm nëse ne i japim vendin që i takon dhe rrisim ekonominë, e demokratizojmë, e kthejmë në një shtet që të prodhojë prosperitet për banorët e vet. Unë jam i dashuruar me modelet e shteteve që ja kanë dalë, të kalojnë nga bota e tretë te bota e parë, një pjesë e tyre kanë vetë drejtësitë e veta, po shumë unë marr gjithmonë shembull Singaporin dhe avokatin e famshëm Lee Kuan Yew, i cili e mori Singaporin bashkë me stafin e vet në vitin 59, një nga 3 vendet më të varfra të botës, si vend i botës tretë, dhe në 89 Singapori ishte një nga 10 ekonomitë më të zhvilluara të botës, si vend i botës parë. Çfarë dua të them? E kemi të gjithë mundësinë, duhet vetëm besim, duhet kurajo, është si ai momenti kur je në betejë, në sport apo në provim apo kur garon për diçka që jep fuqi vetes, domethënë, edhe pse në një moment mund duket sikur je dorëzuar, domethënë, këtë duhet të ndodhë me popullin ton, duhet gjithë fuqinë dhe kurajon për të kapur ritmin, edhe pastaj unë them që do ja dalë. Like that. Tash ti vjen prej Sarandës. Tash you come more from the south. Do you like the southern part of Albania and the beaches there? Do you like the beaches more in the north? Do you like it more in Montenegro? Where do you like to go when you like to go get away and travel in the diaspora there? Unë jam lindërit në Sarandë, me origjinë jam nga Vlora, nga babai, nga Përmeti, nga nëna. Jugu i Shqipërisë është i pakrahasueshëm. Ka shumë pak vende në botë që mund t'i afrojnë, jo ta kalojnë, absolutisht. Është te Iliada dhe te Odisea, Homeri e përshkruan në një pjesë të vet malet Akrokeraune që janë pjesa e Ogarajt dhe në malësitë e Himarës dhe Bregdetit shqiptar, tregon bukuri që njihen në nivel të perëndive të mitologjisë së lashtë, po Shqipëria është e gjitha e bukur. Unë jam nga jugu, por kryesisht shoqërinë e kam nga veriu, sepse kam ndjenjë më shumë. Kështu që fizikisht gjendem më shumë micën e kohës në veri tashmë, edhe është e bukur Shqipëria, kudo. Trevat tona, për shembull, malësitë e Rrugovës janë të jashtëzakonshme. Malësitë e Gjakovës janë të jashtëzakonshme. Bukuritë e luginës së Thestit Valbonës të jashtëzakonshme, bukuritë e Ulqinit të jashtëzakonshme, në Bregdetin e Ulqinit. Fushat ato lëndinat dhe kodrat e Dumres në Elbasan apo të Roskovecit janë të jashtëzakonshme. Është e bukur, Shqipëria është vend i bukur në tërësinë e vet. Shqipëria ka nevojë vetëm të dalë nga ai momenti i vet i plogështisë dhe i demoralizimit ku ka rënë. Është si puna e njeriut, dhe njerëzit bjen në depresion. Një njeri mund të jetë i jashtëzakonshëm, një mjek i madh. Në një moment bjen në depresion. Duhet dikush të shkojë ta shkund, sa ta ai të çojë, të kap veten, pastaj ai është i jashtëzakonshëm, ai mund të bëjë çuditëra. Shqipëria është në gjendje depresioni, por duhet ta shkundin. Kjo është ide. Ty kush të ka shkundur kur ke qenë në gjendje depresioni, apo ankthi? Kë ke si suport moral? Secili nga ne, nëse dikush thot kundër të ngënjen, ka momentet e vështira në jetë, ka fazat e veta të vështira. Ata që të shkundin janë ata që vërtet të duan. Dhe janë miqtë e afërt, janë familjarët, kështu që ne që e duam vendin ton duhet ta shkundin, duhet ta zgjojmë, nuk do vit ta bëj një tjetër për ne. Shumë mirë e thua, dua të pyes ty për shqiptarët
që janë të interesuar të investojnë si nga ana sociale apo ana e biznesit në Shqipëri, duan të hapin diçka për të punësuar shqiptarët në Shqipëri dhe jo diku tjetër për shembull, çfarë do i thoja, çfarë rrugë mund të marrin përsipër, sidomos nëse kanë lindur diku jashtë vendit? Në lidhje me këtë, për të arritur në atë pikë, na duhet patjetër të demokratizojmë vendin këtu. Pse? E di çfarë ndodh? Ndodh që shumë shqiptarë vinë në mënyrë sporadike të investojnë, por për shkak se sistemi këtu është i korruptuar, zhgënjehen. Dhe kjo kthehet në një ndjesi negative që shpërhapet pastaj. Kështu që unë mendoj që e gjithë betejë duhet të bëhet për të demokratizuar vendin, që të krijohet një shtet demokratik real e ku njerëzit e gjejnë vetveten, ku nuk funksionon mbi bazë gjobaxhinsh, mbi bazë krimi e me radhë. Pasi të ndodh kjo fazë, atëherë ka një kapacitet jashtëzakonshëm të diasporës për ta thërritur për investime. Unë po t'jap vetëm një shembull. Në vizionin ton, shumë po t'jap një rast, Shqipëria është vendi me fushën naftëmbajtëse më të madhe aktive në Europë sot. Njerëzit nuk e dinë, po është një nga prodhuesit e mëdhenj të naftës në nivel Europe sa i takon sipërfaqes që ka. Por nga kjo ne marrim 0 lek sot. Pra nuk marrim gjë për shkak të keq menaxhimit dhe praktikave të gabuara. Ajo që ne aspirojmë në një të ardhme është që të gjithë këta sektor që lidhen me pasuritë tona natyrore, të mund të krijojmë kompani burse të cilat të emitojnë aksione ku shqiptarët në gjithë botën të blejnë ato aksione dhe të kenë një favor. Pra nëse një huaj e blen një aksion për $1.000, një shqiptar i diasporës për në bazë ligjit mund ta blej një aksion për $700, pra ta blej $300 më lirë që të mundsojmë financimin nga shqiptarët e diasporës. Dhe shqiptarët ta shohin vendin e tyre të origjinës si një mundësi investimi real. Pra përtej patriotizmit duhet ta kthejmë në një marrëdhënie reale ekonomike, që njerëzit të gjejnë këtu mundësinë të investojnë. Mora sektorin e naftës për ta parë nivel makro, pastaj nivel mikro, po krijuan flukse të tilla, bëhet më e thjeshtë gjë. Po, sidomos me mundësinë për të punuar hybrid apo remote online, siç dhe që Shqipëria ka shumë burime njerëzore, njerëz të kualifikuar me master në shumë fusha që mund të angazhohen dhe nëse nuk mund të ketë një investim konkret fizik në Shqipëri, mendoj që mund të përdorim dhe në mënyrë pozitive njerëzit dhe bagazhin që kanë për funksione dhe fushat të ndryshme, por ti nuk inkurajon njerëzit që jetojnë jashtë Shqipërisë apo në diasporë për të investuar tani në mënyrën se si është Shqipëria, apo po i thua që të vinë në faza? Ajo që thash unë është kjo. Ka një problem me ajo që unë po them është kjo. Duhet kemi shumë kujdes nga zhgënjimi, sepse zhgënjimi është ndjesi aq e fortë sa kthehet pastaj në një negativitet të madh. Ajo që duhet të bëjmë ne tani është patjetër të bashkojmë të gjitha energjitë tona për të implementuar një ndryshim të metodologjisë së qeverisjes së Republikës së Shqipërisë. Sepse po t'jap një shembull, nëse ti je një vajzë e cila ke hequr $200.000 në javë dhe vjen në Shqipëri, investon në Shkodër, këtu ku jam unë sot, dhe pasi hap një punishte, ku di unë, që prodhon në Mbëlsira, në fund të muajit të vjen banditi filan sepse shteti këtu nuk e ka fuqinë për të kontrolluar territorin, ti zhgënjehesh, ti pëson dëm ekonomik. Dhe ndaj unë them, duhet të rimarrim Republikën në kontroll dhe pastaj ti bëjmë thirrje të fuqishme që të gjithë kapacitetet shqiptarët kanë të vinë të investojnë. Pra unë nuk dua që të kthehet në zhgënjim, dua të kthehet në një sukses të jashtëzakonshëm. Pra nuk është puna që unë do të them ty bëje dhe të të marrni qafë. Ajo që duhet të bëjmë është të bashkojmë gjithë energjitë tona për ta reformuar politikën, ta shkëputim nga krimi dhe mandej të krijojmë këtu qeverisje reale që njerëzit kur të vinë ta gjejnë gjendjen reale, të mos gënjehen, që kur të vinë të investojnë 2 lekë, të vinë dhe të gjejnë vetveten, të mos zgënjehen dhe të ikin e të mallkojnë. Kjo është ajo që po thoshe. Të kuptoj, faleminderit. Dhe faleminderit që u përgjigje përsëri dhe besoj që mesazhi është i qartë. Ti ke disa vite që je avokat dhe praktikon si avokat. Këtë gjë e bën bashkë ngjitur me punën si aktivist në lëvizjen tënde? Puna ime si avokat është profesioni im, i cilin edhe jetoj, është e përditshme. Këtë vitin e fundit për shkak të angazhimit në lëvizje kam ulur ritmin, që do të thotë punoj 2 ditë në javë, pra i grupoj gjyqet në 2 ditë në javë për të lënë 5 ditë tjera për të marrë me lëvizjen. Gjithsesi, një gjë është fakt që unë jam i vetmi
njeri politik i historisë së tranzicionit shqiptar në 34 vite, që shkon në gjykat, punon, ka tjerë që kanë qenë pedagogë me radhë që shkojnë 1 orë, 2 orë, po them profesion në përditshmëri. Kam dashur të mos e lë profesionin sepse dua që t'jap dhe modelin e njeriut që politikën nuk e ka një vend ku shkon e bën para, po e ka një vend ku shkon e jep kontribut. Kështu që para dite më gjeni një gjykat, në drek apo mbas dite deri në darkë jam në aktivitet politik. Edhe në fundjavë duke bërë intervista. Shumë të informuara. Themelimin e degës së Shkodrës, pas degës së Shkodrës po jap intervistë edhe do nisem drejt Tiranës. I have one question. Maybe you won't be able to answer it. Maybe you will. I'm not sure. But Right. I come from Kosovo. Obviously, we're all the same people. Do you ever see a day where maybe Kosovo and Albania are like this as one whole nation again? Do you believe that is something that can ever happen or no? Jo, unë bëj pjesë të ata njerëz që besoj që fort që ne një ditë do jemi pjesë të njëjtës strukturë shtetërore. Bëj pjesë të ata njerëz që e do pafundësisht çuarjen e atij amanetin në fund, jo si karshillëk ndaj dikujt tjetër, por si nevojë të një populli për të jetuar në vatrat e veta. Për këtë nuk ka nevojë të bëjmë konflikt me askënd. E drejta ndërkombëtare, unë jam jurist këtu dhe e njoh mirë drejtën ndërkombëtare, nuk pengon asnjë shtet që të bashkohet me një shtet tjetër në dimensione të caktuara, se mund të funksionosh si federat, si konfederat, nuk e pengon. Për shembull, Bashkimi Evropian është një bashkim shtetesh. Se ndalon. Ndarja është proces i vështirë. Bashkimi është çështje vullneti. Sa kohë ti nuk ke konflikt, janë rregull. Ajo që ne mund të bëjmë është e t'ja lëm kohës, është fakti që ne mund të unifikojmë sistemet tona të përditshme dhe këtë nuk kemi pse i marrim leje askujt. Për shembull, mund të unifikojmë sistemin tonë energjetik, që do të thotë të maksimizojmë investimet në Kosovë së bashku, sa i takon energjisë me lëndë djegëse, që janë zerorët, dhe të maksimizojmë investimet në Shqipëri sa i takon energjisë së rinovueshme përmes hidrocentraleve, përmes paneleve diellore, përmes energjisë së erës, sepse ne kemi më shumë kapacitet në këtë drejtim. E dyta, ne mund të riorganizojmë bujqësinë, që do të thotë investojmë në Kosovë për të prodhuar dritin, sepse toka është e tillë, dhe investojmë në Shqipëri për të prodhuar agrumet, ujirin, perimet e me radhë. E treta, ne mund të unifikojmë sistemin ton të përfaqësimit diplomatik. S'kemi pse mban secili ambasadë me vet, por aty ku Kosova ka ambasadë, Shqipëria nuk hap dhe shërbimet të Shqipërisë i ofron ambasadë e Kosovës, dhe aty ku ka Shqipëria ambasadë, Kosova nuk hap dhe shërbimet për qytetarët e Kosovës i ofron Republika e Shqipërisë dhe kjo çon në një unifikim. Së të katërti, ne mund të unifikojmë sistemin ton fiskal, që do të thotë, në momentin që hap një biznes në Prishtinë, automatikisht je në sistem si një biznes i hapur edhe në Sarand apo në Vlorë. Ne mund të unifikojmë sistemin e pagimit të taksave. Në momentin që i paguan taksat në portin e Durrësit, nuk ke më pse paguan në Kosovë, dhe në momentin që i paguan taksat në doganën tutje të Kosovës me Malin e Zi, nuk ke pse i paguan më në Shqipëri. Pra, ajo që dua të them është, ka shumë gjëra që ne mund të bëjmë për të unifikuar komsinë ton dhe organizimin ton shtetëror, pa qenë e nevojshme që të acarojmë marrëdhëniet me të tjerët apo tutje tu. Okay. Kanë shumë We should be smart at this point. It's for me, it's a proud thing to say I am Albanian always first before I ever say, I'm Kosovar Albanian. So I'm very proud to always say I'm from Albania. Je nga Mirdita. Nocioni Kosovë, unë më pëlqej i them Dardanixhan, po nocioni Kosovë është, si të thuash, jam lab. Do me thënë, ose jam çam, ose jam malsor. Pra, kur thua jam çam, është si të thuash jam kosovar. Kur thua jam lab, që jam unë, është si të them jam kosovar. Pra, nocioni duhet jetë i qartë. Ne të gjithë jemi shqiptar. Pastaj krajinët i përkasin dimensioneve të ndryshme. I like that. I like this guy.
You like this guy? Really? I didn't have a clue. That's good Hey, to know. what? We have a couple of roundup questions actually, because since we have you here, might as well get the message across to the most people as possible and use this time to our advantage. So Yes. Adriatik, diçka që pyesim është, especially for you, since you're so motivated and you have a huge vision of the future, çfarë do I thoje vetes tënde, ndoshta kur ishe në gjimnaz apo adoleshent, që këto ëndra po bëheshin më të konkretizuara për të ardhmen dhe nuk ishe një vizion të qartë se ku të shkoje majtas djathtas për të arritur të qëllim. What would you tell him to keep going and to keep motivated and inspired? Në jetë do thonë gjithmonë jo. Shumica e njerëzve që kanë rreth vetes do të thonë jo. Nuk bëhet, jo nuk ja del do ti, jo do mik, jo do para, e kush je ti t'i arrish. Unë u them që ndiqini ato që besoni, se edhe po doli jo, të paktën jeni njerëzit që bët atë që deshet dhe tuat si duat, si deshet. Mua në jetë më kanë thënë jo në 90% të rasteve, po unë kam vazhduar në kokë time dhe u kam vërtetuar me kalimin e kohës që jote tyre i kam kthyer në po. Kështu që ajo që do i thosha çdo njeriu që është në gjimnaz, që është në moshën 16, 17, 18 vjeçare, është bëjnë jetë atë që ai gjykon se është më e mira për të dhe që shpirti i tij i thotë se është e dur. Pra ke një busull të përbrendshme morali dhe shpirtit të Unë kam ndjek, unë në jetë kam ndjek dhe do të ndjek gjithmonë atë që më bën të ndjej se jetoj. Nuk jam njeri që ecë si mbi llogari pragmatiste, sepse në fund të gjithë ne jemi 2-1, që do të thotë në fund të gjithë pas do marrim 2 metra për së gjati dhe 1 metër për së gjatë. Now, for ti, who is the biggest influence for you? Like, who's somebody that influenced you to be the person you are today? Like, who's your biggest role model in your life? Besides Marcus Aurelius, because we understand. Yeah, besides Marcus Aurelius, yeah. Like somebody from family, somebody who inspires you every day. Shiko, çdo shkumicën e djemve i frymëzon babai i tyre, normalisht, është normale, për shkak të vlerave që me të cilat rritet në familjen e vet. Gjithsesi, në nivel të politikës botërore, ka personazhe të ndryshme të cilët janë me nuanca të bukura për mua. Unë më ka lënë gjurmë një fjalim i John McCain. John McCain, ju e dini, ka qenë një nga senatorët më të jashtëzakonshëm të Amerikës. Në një fjalim të tij kur humbi përballë presidentit Barack Obama zgjedhjet presidenciale, ai doli dhe u foli me shtetësve të tij në New York, më duket ka qenë ai fjalim, dhe unë tha ju kam mbledh tha për të falendëruar të gjithëve, po e perifrazoj afërsisht, për t'ju falendëruar të gjithëve, tha, për mbështetjen e jashtëzakonshme, tha. Por nga sot dua t'ju kërkoj, tha, që t'jeni qytetar besnik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në shërbimin e presidentit ton Barack Obama, dhe unë i pari jam nga sot në shërbim të tij. Kjo tregon forcë të madhe karakteriale. Burrat e vërtet din më mirë të humbasin dhe din sakt si të humbasin se sa si të fitojnë, se të fitojnë din të gjithë në fund, si të gëzohen. Pra pasi fiton, kollaj është gëzosh, po puna është ti e menaxhon humbjen. Diferenca mes burrave të shtetit dhe atyre që janë thjesht karrierist, kjo është. Ai me atë fjalim mua më la gjurmë të jashtëzakonshme, kam qenë shumë i ri dhe kujtoj me shumë respekt atë figurë të jashtëzakonshme i cili përtej interesit vet personal apo karrierës vendoste interesin e tij shtetëror dhe kombëtar. I remember this quote and this saying from John McCain. I was in grade school at the time, like close to elementary school, but was very impactful and we studied this. So it's E ke fiksuar dhe ti, domethënë. 100%. I remember that. Tregon që tranzicioni në një vend demokrat është diçka e pritshme, diçka bujare dhe diçka që duhet përcjellur nga administrata në administratë. You can see through all of this too, though, that that he does genuinely care for the people of Albania, and sometimes you can tell through people who do politics if they really care, if they really don't. I can tell from him and the way he carries himself that he really cares for everything he speaks about. So it's a good thing to see, man. I like this.
And I really like it. Adriatic, before we let you go, ke përmendur që ke qenë në Amerikë të kohë të fundit, in Washington, maybe in Connecticut or in New York. What were your engagements here? Were you reaching out to officials or organizations in the US or the Albanian community here? Po në muajin prill ndjes të vitit kaluar, kam qëndruar 27 ditë në një trajnim që në Departament Shtetit quhet IVOP, International Visitor Leadership Program, i cili është programi më i rëndësishëm i Departamentit Shtetit sa i takon talenteve të reja në politikë që mund të përbëjnë leadership në të ardhmen në vendet e veta. Kam vizituar nivelet ndryshme të administratës së Shtetit Amerikan dhe në disa shtete të ndryshme brenda Shteteve të Bashkuara dhe është finalizuar me takim në Departamentin e Shtetit. Ndërkohë, në muajin dhjetor kam ardhur në Shtetet e Bashkuara për një tur takimesh me diasporën për të imponuar të drejtën e votës diasporës, sepse ishim në procesin e shtyrjes para të kësaj çështje. Kemi bërë një takim të madh në Bronx me shqiptarët e New Yorkut, kam qenë në Philadelphia në një takim të gjerë me shqiptarët e Philadelphias, me pjesëmarrje të madhe. Kam qenë në takim në Tennessee me një komunitet më të vogël në Nashville. Kam qenë në takim në Texas, në Dallas, në një takim gjithashtu jo shumë të madh me komunitetin aty. Dhe praktikisht ky ka qenë rrugtimi i vitit kaluar në Shtetet e Bashkuara. Pra ka qenë në nivel edhe të një vizite të udhëhequr nga Departamenti i Shtetit, pastaj ka qenë edhe në nivel të një turi takimesh me komunitetin shqiptar në Amerikë. Unë bashkë me ekipin do të jemi në Amerikë, besoj në muajin nëntor sërish, në një tur takimesh në Detroit, në Boston dhe ndoshta në ndonjë prej shteteve të tjera, por deri tani këto dy shtete janë të konfirmuar. Në Boston, në Massachusetts, domethënë se referova qytetin, një shtet i ndjes. I grew up in Boston, actually, so I'm very familiar with the Albanian community there and all that you're doing. So good luck there as well. And to round it off, Rock, did you have any more questions for Adriatic as of now? Now's your chance. I just honestly, I hope when he comes to the United States again, I would love to have a chance to meet him, and I hope I get a chance to meet him when I come to Albania. It would be an honor, man. Yeah, I will come there because my uncle lives in Connecticut, so we will meet soon there. There we go. We're neighbors. There you go. Got a coffee whenever you like, the door is open here. In the books. So I will text you. I got you. We'll have some barek and everything ready for you, man. Keep in touch. I got you for sure. Wonderful. Adriatic, as always, you and other Albanians that participate in the podcast are more than welcome when they're here to meet up, whether it's in DC, New York, Connecticut, and get to know the community further. But we wanted to say thank you for sharing your perspective, a very genuine perspective and opinion with an actual plan for the future and the type of motivation that doesn't stop when you face obstacles, because that's very refreshing for people to hear. And we can't wait to see what people are going to say in response to your ideas, which I'm sure are going to be great, but also to welcome other perspectives in the future here as well. And I really want to thank you about this opportunity, and I'm glad to be with you during this interview. Thank you so much, and thank you for your time. I know it's not easy, somebody who works in politics, to take time out to speak to people, so I understand. Thank you so much, man. Shumë faleminderit. Thank you. See you all. Catch you next time on another episode of DGXM Podcast. Thanks, guys. Thank you.